Partini 2 herë në avantazh, por në fund barazi. Ju vjen keq për 2 pikët e lënë sot? Vjen shumë keq për djem, sepse u mundun maksimum, u anë gjithçka. 10 minutat e fundit, duke fituar 2-1 me një lojtar më tepër, kjo është ajo që më vjen keq më tepër se gjithçka. Ne duhet kuptojmë sa e rëndë është fanela, duhet kuptojmë më së miri sepse duhet bindemi që jemi më të mirë. Në ata momente do të jenë shumë më lehtë edhe fitimi i ndeshjes, kështu që duhet punojmë në anën psikologjike me djem sepse sot merituan fitore, në momentet e fundit mushin me menaxhu më mirë lojën edhe më arritë fitore. Më vjen keq sepse sakrifikuan shumë. Nëse do të kishte një rrjedhë tjetër takimi, mund të ishte të kënaqur në barazimin sot? Jo, normalisht po të më thoshe, megjithatë edhe përpara, sepse Rogozhina nuk, do të thënë kam shumë ndeshje me ta, nuk më kanë rrok kurrë, nuk kanë arrit me fitu kurrë. Përpara pretendosha ta fitosha ndeshjen, por gjithsesi edhe barazimi do ishte mirë, por mënyra se si erdhi më keq. Partini, disa ndeshje që Vllaznia vull minutën e fundit dhe madje edhe pson gol. Ç'është mentaliteti kjo? Prandaj them, duhet jena më besim veti, duhet ta kena parasysh kush jena, duhet ta shohim vetin pasqyrë dhe të bindet gjithë secili që janë më të mirë. Kështu që duke punuar këtë drejtim, sepse duhet kesh besim, duhet kesh personalitet dhe sekondat e fundit për me fitu ndeshjen, gjë që deri tani na ka çalu dhe duhet ta rregullojmë patjetër. Barazim në Rogozhinë, por përsëri Vllaznia kryesuese e kampionatit. Kjo ju gëzon patjetër dhe jep edhe moral për ndeshjen e ardhshme. Jo, ajo që më jep moral është që kena luajtur 2 herë me Ignatin, ekipin kampion, një herë kena fituar, një herë sot kena barazu. Domethënë jena në nivel shumë të mirë. Them që e vetmja gjë që na mungon është besimi në veti që duhet ta marrim patjetër. Sa kënaqur jeni për rikthimin e futbollistëve që patën dëmtime? Po normalisht të dallojnë maksimumin, pavarësisht se gjendja tyre fizike nuk të lën për më tepër, por janë një garanci për të ardhmen për me rrit edhe shpejtësinë, edhe nivelin e lojës, do të na ndihmojnë shumë, kështu që jam i gëzuar për ata që u kthyn, normalisht kanë shumë punë me bëha për marrë të gjendja vetë si ishin më përpara, por gjithsesi jam i kënaqur. Do të vënohet shumë Bismarck për rikthimin në fushë? Po, unë besoj që mas ndeshjeve të kombëtares do të jetë i gatshëm. Faleminderit, sukses.